Ai është një nga analistët më të njohur shqiptar, i mpret në fjalë dhe i saktë në analizë. Por pas figurës publike të Artur Zhejt, fshihet një histori njerëzore, e thellë dhe prekse, një histori që pak veta e din. Arturi është babai i 3 fëmijëve, 2 vajzave dhe një djali, të 3 student ekselent. Ai është krenar për ta, por mbi të gjitha ka një qëllim, të mos i lërë vetëm kurrë, që të ndjejnë atë që ai ka ndier dikur. Divorci i prindërve ka lënë gjurmë të thella në shpirtin e tij, që koha nuk i fshin aq lehtë. Në një rrëfim të sinqert, Zhej ka pranuar se ajo periudhë e ka ndryshuar atë përgjithmonë. Nuk dua që fëmijët e mi të kalojnë atë që unë kam kaluar, ka thënë ai, me një ndjeshmëri që rrallëherë shohim në ekran. Nëna e tij, Besa Imami, ishte një nga aktoret më të mëdha shqiptare, e lindur në Gjakov. Ajo la gjurmë në kinematografi, me rolin e Donika Kastrioti tek filmi Skënderbeu. Edhe pse nëna e tij Besa është dashuria e tij e madhe, babai është heroi i jetës së tij. Sot Zhej e ndan jetën me Klodin, një pianiste e talentuar dhe larg botës së televizionit. Një dashuri e qetë, e thellë që ai e ruan me kujdes larg syve të botës. Ka njerëz që flasin me fjalë dhe të tjerë që shprehin gjithçka me muzikë, thot ai për të. Klodi është muzika e jetës time. Në ekran, Artur Zhej është zëri i arsyes, por jashtë kamerave është një njeri si gjithë të tjerët, me kujtime që nuk mund t'i harroj kurrë. Po ju, a mendoni se kujtimet e të kaluarës mund të shërohen me dashuri dhe përkushtim? Na shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit për më shumë lajme interesante.